So today, the Supreme Court ruled that Donald Trump's sweeping tariffs were unlawful. Gjykata Supreme rrëzoi tarifat e vendosura nga presidenti amerikan duke argumentuar se Trump shkeli ligjin federal. Kjo betejë gjyqësore konsiderohet një humbje e madhe për shtëpinë e bardhë, në një çështje që ka qenë qendrore për politikën e jashtme dhe agjendën ekonomike të presidentit. Gjyqtarët u ndanë në 6 vota kundër tarifave të Trump dhe vetëm 3 pro. Kryetari i gjykatës së lartë, John Roberts, shkroi mendimin e shumicës duke nënvizuar se tarifat binin në kundërshtim me ligjin. Por ndërkohë gjatë kësaj periudhe janë mbledhur më shumë se $130 miliardë tarifa nga shtetet e tjera që bëjnë tregti me SBA-t, dhe në vendimin e gjykatës nuk përcaktohet se çfarë do të ndodhë me paratë që tashmë janë arkëtuar në buxhetin e shtetit në shkelje të ligjit federal. Presidenti vendosi në mënyrë të njëanshme tarifa me sasi, kozjati dhe fush veprimi të pakufizuar, shkroi Roberts në vendimin e gjykatës duke shtuar se në dritën e historisë dhe kontekstit kushtetues, ai duhet të marrë autorizim nga Kongresi për të vendosur tarifat. Trump e mori lajmin për tarifat në një shënim ndërsa po takohej me guvernator në shtëpinë e bardhë të premte në mëngjes. Pasi e lexoi shënimin, tha me zë të lartë: "Kjo është një turp", dhe më pas u largua nga dhoma sipas një guvernatori të pranishëm. Vendimi i gjykatës së lartë mbi tarifat është thellësisht gënjyes dhe më vjen turp për disa anëtarë të gjykatës, absolutisht i turpëruar që nuk kanë guximin të bëjnë atë që është e drejtë për vendin tonë, tha Trump në sallën e konferencave për shtyp në shtëpinë e bardhë.